E të marrë që këtunë pasaj. Jo, është moment dytë. I bërë domine për fundin. Dhe ti po të prisnim. Ja është, ja është. Dorë të glisni prapë ju sa të. Duke të ndesh shumë mirë për pjesëmarrjen. Edhe ju falenderoj për shumë aktivitete që ka bërë kjo organizat, që vërtet është një organizat për ta përshëndetur që punon kaq shumë në emër të emigrantëve që kanë ardhur në Shqipëri, që vërtet është për të bërë gjithçka në emër të drejtave ndërkombëtare, të drejtave të njeriut, të konventeve evropiane për drejtat e njeriut, që të gjithë kemi obligim njerëzor, ligjor, moral, që këto njerëz të mrekullueshëm që unë kam pas rastit i njoh prej 2 vjetësh, që janë në Shqipëri dhe kanë një qëndrim për të përshëndetur. Që asnjë nga ato që unë jam marrë me Ministrinë e Brendshme, me Departamentin e Emigracionit dhe Politikave të Emigracionit, asnjë s'po ka dalë me ndonjë problem penal apo antiligjor. Dhe jam krenar që i kam në përndjekje ligjore, i kam në proces të lejes të qëndrimit pa fat. Është një procedurë për ligje për të huajt, dhe shumë shpesh presoj që këto persona që bëjnë pjesë në këto organizat me kryetar zotin Alto, që është vërtet një i mrekullueshëm, shumë i ri, po vërtet një moshë shumë të re, po në një botë shumë të madhe, shpirtërore, njerëzore edhe ligjore. Që këto njerëz që bëjnë pjesë iranian të mrekullueshëm, dhe me sa kam marrë vesh nga informacionet që më kanë ardhur, jo nga nim, po nga institucionet që merren me informacionin, siç është Ministria e Brendshme, etj, Interpoli, këto njerëz që bëjnë pjesë në këtë organizat, e kam thënë dhe shumën e tjera, në ministri kam thënë, dhe në shumë dokumentacion që kam të plot për këto njerëz që janë prag të marrjes së lejes qëndrimit pa fat të tipit C, që të jenë baras me neve, që të bëjnë lidhje kontrate, pune, etj, siguracione, të jetë të parapart me ne dhe shumë shpejt një vendim gjyqësor presim që të zbardhët për urgjat për shkak të mungesës së gjyqtarëve dhe që e kemi fituar, leje të tipit C, pa fat, dhe të gjithë të ta marrin. Bravo, bravo. Do i them Altës se të bëjmë vërtet, kur të marrim lejen qëndrimi për këto njerëz të mrekullueshëm, do të bëjmë vërtet një darkë. Bravo, bravo. Ju përshëndes dhe ju uroj gjithë atë minat. Nuk kërkoj të reagitur se ka pas 2 gjinje sot, 2 dje dhe edhe vetëm për minjoje. Se isha shumë i dobët.